të UEFA Champions League, ku Arsenal triumfoi përballë Atletico Madrid me rezultat 1-0, duke siguruar kështu kualifikimin në finalen e madhe të këtij kompeticioni. Këto do t'i diskutojmë sot në studion e programit Mëngjesit me shumë kënaqësi. Bashkë me Etrit Toalla, mirëmëngjes. Gjithashtu kemi dhe kolegën time Erbina Okrashtica, mirëmëngjes, mirë se erdhe Erbina. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. A po gëzohesh edhe t'ja veçon? Edhe unë. Po veç mos harro që mundet nëse veç fiton Bayern Munich, mundet ndoshta me sfiduar shumë Atletico Madrid. Arsenalin. Po është një rezultat i pritshëm, e dina që ndodhë. Veç e tritë se ka pritë këtë rezultat. Unë nuk e di me qenë futbolist, edhe me ditë ma mirë në njeri laje ki futbolit, se te, unë e kom ditë edhe të kom thonë. E dritë ka me shku Arsenali edhe Atletico Madrid ka me unë poshtë. Unë e kom full pak prej... Emocioneve. Ka pas nashtë pak emocione, po ju. Të e di që Arsenali e pat një ups and downs pat shumë në Premier League, pse në Champions League asë një humbi nuk e ka në Champions League, e tha për me marrët edhe me kolegën Erbina që e kom brojtjen më të mirë për momentin në botë, po esenca ke që pat shumë gabime dhe shumë mundësi ju me fitu Premier League-ën se i buni do humbje këgjatë noja Arsenali, edhe masë një presioni madhë për Premier League edhe masë një presioni edhe i Champions League-ës, menova që ma shumë e kanë të rëndësishme Premier League-ën se Champions League-ën. Të e di se që so vjetë, jo menova, po vjen, po fulli prej onës sak profesionalit futbolit që masanej kur një ekip po pretendon që 5 vite radha se me fitu Premier League dhe nuk jo të mujtë, që kjo është momenti maj rëndësishëm se tash barazoj edhe po mënej hupi sakt, nuk e ka pos po mënej kryesore Champions League-ën, për që ata thash Atletico nuk ish asë një gjos në e hupi Copa del Rey në La Ligue, në Ligue është okej, nuk është që ka në rëzik me Ropi Ligue, atër fokusi kryesore kënë Championsi, po Arsenali bunit vetën edhe ashtu si shpritej dhe Erbina Arsenalin poshti Atletico Madrid. Ka qenë një ndeshje kogja shumë e parashikueshme, do me thonë rezultati ka qenë i ngushtë 1-0 për Arsenalin, megjithatë edhe gjatë gjithë lojës Arsenali ka dominu, edhe Atletico është mundu me barazu rezultatin, po jo rastësisht Arsenali njësi momentalisht është njëra prej ekipeve me mbrojtjen më të mirë në botë, edhe pas 20 vitesh arriti të shkoj prapë në finale. Nëse nuk gaboj, para 20 vitesh ka qenë në finale për Champions League me Barcelonën. Pra pas 20 viteve e kemi Arsenal në finale dhe esh mos me konë fanë se Arsenal dhe të mjë gëzu këti momente. Po, edhe une po besoj cili Paris ose Bayern që shkon sot, nuk është që ka me post letë kondër një ekipi si Arsenali. Tash na po folëm një Bayern në një Paris. Po shkon sot, më duket Paris Saint-Germain. Paris edhe ne besoj që Paris shkon të e di që për momentin dhe prej vitit kalum janë një superfuqi dhe ekipen që ka bollu Luis Enrique është për me hatashme. Po du me dojnë atë aspektin që Paris dhe Bayern janë dy ekipe që kanë sulmin më të mirë se mbrojtjen. Edhe tash kur sulmohet, kur një sulmi më i mirë lufton me mbrojtjen më të mirë. Kjo është interesant, a ka me karakterizu këtë ndeshje? Shumë. Sepse është interesant që përveç që Arsenalit për mbrojtje, njët edhe Atletico Madrid, dy të kanë pasë mbrojtjen fantastike, nështë për këtë arsye nuk kemi pas shumë golla. Nuk kemi pas asë spektakl, kanë qenë dytë në mbrojtje. Shumë basic u konë loja, në atë aspektin Arsenal arriti me shumë e bajatshme me fjallë të tjera. Sakt. Si ndeshja e parë nuk ka shfaq një ashtu, sakt, po mënej që minutën e 25 Bukayo Saka jepi gol dhe masënej që ka bu Arsenalin pjesë që po ta marrmena që ka bu, e ka parku autobusin. Adende, më thonë, këta e kanë qitë esen taktikën e tyne që momentin që shënoj një gol, masërej mbron të nkun, edhe Atletico e ka provu të nkun me kundërsume me shënu goli, ka u këgja shumë dë raste, shumë të rëndësishme që kanë mujtë me kone dhe gol, mirë po nuk ja rretën qëllimin që e kanë pas Atletico. Diego Simeone, po më duket e këshallon futbol në shakon si qaj. Strategjia e ti, Gonjë, pas ka lëndu. Strategjia e trajnerit Atletikës ka qenë shumë ledzushme për lojtarët. Unë e tregova dhe tritit maherët kur bisedum që si ka fillu loja, direkt e këmë ditë që qysh ka me vazhdu. Ata mbrojtjen e kanë shumë të mirë, me gjithat me sfusha dhe sulmin e kanë shumë dopt. Jo shumë të dopt, po
të dobët e kanë. Nuk e kanë aq mirë sa mbrojtjen, ha? Normal, mbrojtjen e kanë dy ekipe që janë pak ma normal që njihen për mbrojtje, njihen për Arsenali njihet për kornera që kish pas veç në pjesën e parë, që s'ka bëj 9 kornera veç në pjesën e parë, nuk kishin mujt me shënu gol, që Arsenali është pak e çuditshme me pasën ato kornera mos me jap gol, se njihen gati çdo korner Arsenali ka një përqindje shkëngjat madhe që për me shënu gol. U ka një lojë shumë në atë aspektin kush e don pasivitetin, u ka një lojë shumë pasive, në atë aspektin nuk ka pas shumë raste, emocione që kanë mujt me kriju. Që ashtu saktë. Pas brima, se zakonisht na e dim kur ka ndonjë ndeshje shumë të rëndësishme, e dim që bën ose një kafiterit lagjës që shohin futbollin zakonisht ose na i koj shiqe. Po dhe s'ka shumë tifozat të Arsenal të Atletikos në Kosovë, për që ta... Jo, ata që janë të Realit janë edhe të Atletikos. Jo, se është derbi edhe Atletiko me Realin, se janë... Ja ku mësu taktikat krejt. A më mirë tha dhe Erblina që për me u ditë se qysh... Dhe më thonë, na si tifos, për llogarit e vetin edhe si tifos të lojës, jo tifos të ekipit, u ditë se qysh ka më lutë Atletico, të e ditë që të në kuhën çdo lojë të e bu taktikën e njëjtë, me përfundu veç me kundërsulme. Edhe masë ne po buhet, na që thonë edhe pak boring, kur për shumë që çdo aksion po përfundon me kundërsulme, pëse si taktik, me gjithë me një ekip që nuk është edhe qatë shumë ekip kompakte, atër mundët me posu shumë letë edhe me ebë gol Atletico, se nështë edhe që ku në arsua që e ka, jo që u kumë, po është arsua 100% që e ka pru deri në finale, qëtu kundërsulmet edhe krejt qëtu taktika që i ka bu Diego Simeone, po keni ndeshje interesante, nuk pat diçka dinamikat mdoja për dy anëve, ka pas raste, Arsenali dominoi pjesën e parë, pjesën e dytë masani normal ka pas mbrojtje më të madhe, Atletico ka provu, po nuk është që e ka dalë me bu diçka. Tash, Paris Saint-Germain e kemi sonte me Bayernin, po kjo besoj që kam mu pa dhe mu konsideru se një finale para finales. Po, eksakt. Realisht Bayerni ka ma shumë avantazhe, ka avantazhen e fushës, edhe Parisit i mungon Hakimi nëse nuk ka bëj, është i lënduar edhe me sa e pash nuk merr pjesë në lojë, kështu që për Luizin ka me qenë shumë më mirë me dëpërtu, edhe mendoj që kjo ka me pas, kjo jep edhe një avantazh plus Bayernit, edhe besoj bindshëm në fitoren e Bayernit. Pra, kushdo që fiton mes Paris Saint-Germainit dhe Bayernit, po besojnë që do t'jetë gjithashtu e fituesi Champions League. Po, padyshim. Kështu komentohet paktën. Po komentohet shumë, shkoku prej statistikave që i kanë dy ekipet. Për qyrë sonte e dim, pas këtij rezultati, se kush do t'jetë fituesi Champions League, ani pse nuk është finale. Por luftë për finale. Une po besoj, në qofë se Arsenali mundet derin, dhe më thonë, finale në që zë nuk ka bëj, keme 31 maj, jo, po më me 19 maj, më falem, e dhe më thonë, derin me 19 maj, janë edhe 2 javë. Edhe tash, brenda 2 javë, Arsenali mundet... Kush Arsenali ndryshon për 2 javë? Jo që ndryshon, për esenca është tash Manchester City ka kiksu ka up kundër Evertonit, që tash Arsenali ka gjosat më mdhaj me fitu Premier Ligën. Në qofse Arsenali brenda ashtu 2 jave, mëret me siguru Ligën, unë shumë besoj që Arsenali ka me bo shumë problem, cilë dhe ekip që ka me shku në finale me të. Se masë nej fokusi kryesor Arsenalit, po thujnë është Premier Liga për momentin. Se e kryti shkojnë finale, tash finalja, deri në finale harrot, fokusi 100% është në Premier League. Janë edhe 2 javë, në qofse brenda 2 javë Arsenali fiton 2 lojt, edhe City mëret me kiksu 2 lojt, atër unë shumë besoj që Arsenali ka me konë shumë e fështirë me mposhtë në finale. Për lojën e sot... Nuk mendoj që është ekip perfekt për të rivalizu gjykantët, njënin për aty në gjykantëve. Po, Arsenali e ka që to, Arsenali është... Për me shumë ekip për momentin ka shumë ekip kompakt edhe lejtarët në mes veti që kërë shumë rëndësishme kur kanë përveç se normal jënë bashkë lejtarë, kanë edhe shëshni njënë me tjetërën edhe energjia që me thonë për cilët, për se cilët departament lejtarëve. A mundet me po balë në njënë krejt gjigantëve Arsenali? Unë po thëmë po, edhe po thëmë po... Ra mund të rezigoj që do qofë që s'nonë të shkon finale, Paris Saint-Germain apo Bayern Munich? Pa dyshim, se dhe më thonë, apet nga thonë, prind jem e thëtë topi është rrumullakt. Se më thonë, kur nuk i ditë se që ka ndodhë. Që i ditë për statistikave të Arsenalit për momentin që është pretendent kryesor për Premier League, atëherë thashtë edhe më arë, në qëfë se më rëna shtu 2 jave, Arsenali siguron Premier League-ën, unë me thonë, 90% kam i bo bolë Parisit ose Bayernit që 90% për me fitu. Se e ka kryesore, dhe më thonë, po donë me fitu... Unë ashtë të në gjënatash.
Se Anisa, unë që shkesh me Paris Saint-Germain, jam të dashë me bu me Arsenalin. Po jo, po është një diçka që... Jo, se nëse 20 vjetë s'ka qenë këtu ku është sot, plus është ekipi Këtë anglis... sezon, mjafton me qenë finale, Gunxha, nuk ka nevoj me fitu të Apo thu që mos më bone me Arsenalin. s'ki nevoj. Unë e mendoj... është bona të shumë. Varet kush fiton sonte. Unë nuk mendoj njëjtë se triti realisht, unë mendoj që nuk është shumë pretendent, për shkak se mbrojtjen e ka shumë të mirë, okej, po duhet me marrë parasysh edhe faktin që dy ekipet e tjera janë dy ekipe që rrezikojnë maksimalisht. Edhe cila do që të shkoj, ose si Parisi, si kur Bayerni, ka ma shumë gjasa se sa Arsenal. Është okej, me përqindjena, mujna me full që përqindja e mposht Arsenalin, në atë aspekte mujna me thonë që ka me kun 60-40, ose 70-30, 30 që është të nkuon Arsenalin, ape kuptojna. Po follim tash, unë po folli përqindje momentale. Apet për përsëritin, në qofë se Arsenali sigurën Premier Ligën pak ma herët, atëherë one jam i bindur 100% që Arsenali nuk ka me lëshu asë një Champions Ligën. Do e di që e tha dhe Gunxha që 20 vjet e përmend edhe ti që 20 vjet u kon finale dhe apet nuk ka mujtë me fitu, atëherë është një diçka shumë e madhe për Arsenalin. Arsenali po besoj që kryesorja u kon Premier Liga, se City nuk e ka lëshu Premier Ligën edhe Alati i boball me humbjen e këtë vikend që humbi kundër Evertonit, Arsenali veç ka marrë motiv halo ma shumë. Arsenali tash i ka këtë lojt e leta, e ka me West Hamin, e ka edhe në që s'ka bëj me Evertonin, që i ka lojt... Manchester City ka barazem, nuk ka humbë. Jo, ajo 2-2 paska mire ki, paska barazu. 3-3. Po do të marrë parasysh... Apet ka kiksu, qështë do që është ka kiksu? Faktin që është kryesorja. Do të marrë parasysh edhe faktin që nuk kanë eksperiencë në kompeticione të tilla. Është e vërtet. Është e vërtet. Edhe do të thotë në gjitha pikat, dy ekipet e tjera janë shumë në avantazh se sa Arsenali. Sa dhe tjetë rezultati sonte? Mendoj 3-2. Për kënë? Po pastaj Bayerni ka me kthy. Jo, 3-2, po mandej në minuta shtesë Bayerni ka me kthy rezultatin 4-2. Unë nuk besoj që shkojnë në vazhdime heq. Milion dhe minuta shtesë me hek njerës? Në vazhdimësi. Nëse veç e ki mundësin. Po... Si kësha Ljona. Bayerni ka me kthy rezultatin, një që është ndodhe edhe ndeshjen e kalume. Jo me kthy ashtu, po me ju përafru. Me përafru. Unë nuk besoj që shkojnë në vazhdime heq. Paris e kryen pjesë parë edhe në pjesë dytë veç ka me... Po, Parisi është në avantazh. 1-0, po. Sepse 5-4 ishte ndeshja e... E këna 1-0, adin që mësë me thonë 5-4 shumë veç 1-0. Na, i thejme 5-4, shme bo pak ma dramatik. Ma drama. Ma drama. Ka me kohën për meni ndeshje sot, edhe loja ka lu me kohën ndeshjet ma të mira që kam po krejt njerës në herë në Champions League. Edhe sot pashtu ka me kohën një ndër ndeshjet ma të mira që o kohën e herë. Nuk më bëhet men gjusë në finale më 9 gola, po sa gola do t'jen, sa pritën të në sonte në finale? Nuk e di, e kam një ndjenjë që sot që të dykon. Nuk kam qashtë gola, jo shumë që të nështë ana një 4 gola për idionëve. 3-4 gola. E thonë mendoj njëjtë, nuk besoj që ka me qështë. S'ka mu kry rezultati, po besoj që ka mu kry rezultati ngushtë, se dytë janë ekipe që dojmë edhe gola, se dytë e kanë sulmin të hatashëm, do më thonë edhe pa jep Keni gol, Dembele ose Kvara është të pamundshme. Të kujdes shumë. Shojmë gjithë shka do të shojmë sonte dhe do të komentojmë edhe nesër. Faleminderit shumë Erblina dhe e tretë që këne qenë së bashku në këtë pjesë. Faleminderit juve. E në këtë moment e po i presim e nisin në studio, edicioni më i ri i lajmeve ju plet në vazhdim.